Ka nisur zyrtarisht procesi i matrikullimit të imtave dhe gjedhit në qarkun e Gjirokastrës. Autoritetet veterinare bëjnë me dije se regjistrimi dhe pajisja me matrikull, numër identifikimi, është i detyrueshëm për të gjitha bagëtit. Veterineri Krenar Veliu thekson se pa matrikullim nuk do të lejohet lëvizja e bagëtive nga njëra fermë në tjetrën apo drejt tregjeve dhe thertoreve. Jemi futur në fazën e matrikullimit të kafshëve në qarkun Gjirokastër. Do të matrikullohen dhe të imtat edhe gjedhi. Bashkë me matrikullimin do të bëhet edhe procesi i inventarizimit të tufave për numrin e krerëve të tyre dhe me rakordimin dhe sinkronizimin me sistemin RUDA. Do të matrikullohet remonti i kafshëve të imta, aty ku është krijuar remonti, ku janë shitur kafshët që ishin për mish. Në qarkun Gjirokastrës do të matrikullohen rreth 50.000 të imta ku futet remonti dhe ndonjë kafshë të cilës i ka rënë matrikulli do të bëhet rimatrikullimi. Veliu u bën apel fermerëve që të bashkëpunojnë me shërbimet veterinare dhe të përfundojnë sa më shpejt procedurat e regjistrimit në mënyrë që të shmangen penalitetet apo bllokimet në tregtim. Dua t'ju them fermerëve që në momenti që fermerët futen për të aplikuar te sistemi alban, duhet që kafshët të jenë, bëhet fjalë për tufën bazë, kafshët duhet të jenë të matrikuluara nga veterineri i shërbimit që mbulon zonën dhe duhet të sinkronizuar gjë të cilën e bën veterineri me sistemin RUDA, që në moment që ata aplikojnë kafshët dhe tufa duhet të jetë plotësisht e matrikuluar. Duhet me që janë pjesë edhe programit të AZHBR-s, duhet që kafshët e mishit të matrikullohen dhe lëvizja të bëhet qoftë për thertore, qoftë nga ferma në fermë, të bëhet me certifikatën e lëvizjes për arsye që të ndiqet gjurmëshmëria e sëmundjes. Matrikullimi të imtave dhe gjedhit është një hap i domosdoshëm për garantimin e sigurisë ushqimore dhe kontrollin e sëmundjeve.